Është drejt përfundimit lirimi nga hekurishtet dhe pastrimi i zonës ku do të ndërtohet parku për fëmijë Dua të luaj në qytetin e Shkodrës. Një projekt ky që synon transformimin e territorit të ish-repartit të FNSH-s në një hapësirë moderne rekreative dhe sportive. Kjo hapësirë me një sipërfaqe prej 3 hektarësh do të kthehet në parkun rekreativ Dua të luaj, që do të jetë në funksion të fëmijëve, prindërve, por edhe për aktivitetet sportive, sociale dhe kulturore. Deri tani është liruar pjesa më e madhe e kësaj hapësire, e cila prej vitesh përdoret si vend parkimi për automjetet e sekuestruara nga forcat e rendit. Projekti parashikon ndërtimin e fushave sportive dhe këndeve të lojrave për fëmijë të konceptuara në një mjedis të sigurt, funksional dhe bashkëkohor. Kjo hapësirë e re do të krijojë mundësi për aktivitete sportive, sociale dhe kulturore për të gjitha grup moshat. Parku Dua të luaj vjen si përgjigje ndaj një kërkese të kahershme të qytetarëve shkodran, veçanërisht prindërve, për ambiente të përshtatshme dhe të sigurta për arktimin e fëmijëve. Ky projekt realizohet përmes bashkëpunimit të Agjencisë Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, Bashkisë Shkodër dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit, duke synuar të sjellë një tjetër investim në funksion të zhvillimit urban dhe përmirësimit të cilësisë së jetës në qytet.